politik. Nderuar kryetar, kjo thirrje që po ndodh këtu në këtë institucion kaq të lartë nuk duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folën duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçahure? Nga e keni gjuar të fjalë? Ç'është kjo? Që janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka? Wow! Jemi në institucionin këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk jeni në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Por përpara se të bëjë deputete dhe madje shumë e njohur për publikun, zonja Çaushi ka punuar krah kryetarit Zbufi në Bashkinë e Roskovecit, duke e mbështetur atë në çdo betejë. Madje edhe në rastin aq mediatik të qytetarit Gazmend Borxhi, për të cilin kryetarja e bashkisë është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK. Por cila është përfshirja e Çaushit në këtë rast flagrant ndaj qytetarit, që për prokurorinë e posaçme është klasifikuar si vepër penale përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore? Përgjimi më poshtëm e sqaron më së miri pozicionin e saj. Dhe të për shtëpi çdo bësh, të dinë për makinën. Po, të kemë të ndalë. Grani nuk ishte që ti të bësh shtëpi të Po të bashkisë më vinin po të bësh shtëpi këtu. Këtu ka bovën që i te i këtë rëgurësi, ati e kam qenë unë dhe nuk më ka dërguar. Nuk kam dalë të ka në makina, unë gruan e kam... Jo, pritë sekundë, nuk ka thëmë këtë kompte. Makina ka në dy, unë gruan e kam të smurë. Unë gruan e kam të smurë. Ajo, doktori ka thëmë që mos...